me marrëveshje. Dhe ky është tregimi. Tregimi është që ata aq shumë e çmojnë marrëveshjen, sa ndërtojnë tempullin e konkordantës në Rom. Konkordanca ka tempullin e vet. Bile 2-3 herë, një herë djegë, një herë prishe, në fund Augustus cari e rinovon dhe e ban shumë madhështor. Forum Romanum është vendi ku është ai tempull, tash gjysmë i rënuar. Tash me umër ndoshta me i qua atje me moj takimet edhe mund të arrin këta tanët një. Rusia kësaj është që nëse dikush para 2000 sa vjetëve e ka çmu tenat shkallë, sa e qunë çejt pastaj konkordancën dhe bëjnë për çdo vjet festa. Sigur kanë bërë për besimet, kanë bërë për konkordancën. Madje kanë perëndesh me emrin konkordancë. E na nuk kemi në gjendje mas 2000 vjetë me marrë një shembull tillë me thonë, hej, çka marrëveshje? Marrëveshja është patriotizëm, është ndërqegje, është moral, është shtet, është gjithçka. Pa atë je vetëm një egoist. Dhe po e tham, pa e përcaktu personin kush edhe qysh. Tash i kthehemi aty që këto si thanë. Sot ka pas takim, ka pas ofertat ndryshme prej që e kemi këtë gjendje dhe ofertat e Albinit janë absolut pasinqerta. Aja ka sikur ajo e tregimi më ka qenë nana me lagohen. Ose kone e thonja të kërkoj punë për lusë zotin mësë me gjetë. Më thonë, ti i konvenon kjo. Kjo e donë këtë situatë ose e donë një pushtet absolut. Po pjesës tjetër, a i konvenon, si që thata Olandi, që po t'interesoheshin, do t'ja hapnin rjedhjen e afatit kushtetues. Por ka ndodhur diçka ndërkohë, Lidhja Demokratike ka dhënë një propozim më herët, kur e pa që krejt po vërshojnë qysh mu marrë vesh, aja i shkëputi lëvizjet, i zvogloj. Tha, na kemi nëse do ndikush bashkëpunim me hek, na patjetër kryeministrin, për ndryshe s'ka marrëveshje. Ajo i shkurtoj, nuk ishte na ultimatum, ajo i shkurtoj. Dhe kjo tregoj, ma në fund, kur kryetari Lumir Abdigjiku me bashkë me LDK-n, kryesinë e LDK-s, sollën një vendim tjetër. Një qeveri, që thojmë ashtu të përgjithshme, të përfshirëse, me kalu krizën. Ku ai hoq dorë nga çdo kërkesë, nga çdo kusht. Dhe që kjo ofertë e ka nxjerrë në shesh tash kush po bllokon, në fakt. Tash po dihet kush po bllokon, sepse veç ta mbaroj krejt. Sepse sikur tjetë dikush që është mbi egon e vet, atëherë thot, a diçka, kjo qeveri nuk e kem për 20 vjet, as 10, as 4, as 8. Është deri në gjëra të tjera. Dhe askujt se kishin ra paletët pse po dikush po e bën një qeveri. Arrim edhe në atë pikë, kalkulimet për zgjedhjet e ardhshme. Atëherë kalojmë, ato janë tjera. Jep edhe natyrë sociale, ne pastaj hapim debatin. Natyra takimin e sotëm te presidentja, si e sheh? Përpjekja e saj vërtet për ta zgjidhur këtë krizë, apo po konsumon rolin e saj brenda kushtetues? Po, Mimoza, presidentja e dim përgjithsisht çfarë roli ka në secilin shtet, edhe te ne, po gjithmonë është i lidhur edhe me emrin konkret dhe rolin që e ka tregu për 4 vjet sa ka qenë në detyrën e presidentes. E dim që ajo nuk ka pas, si themi, bagazh politik të vetin, përveç se i ka shërby kauzave të kurtit, për këto nuk besoj që dikush mundet me pas kundërshtime. Thoni që është gjyrosur politikisht, pavarësisht që do të ketë rol. Ka abstenu për këtë temave shoqërore, prej kodit civil, prej asociacionit, aksioneve në veri, ose ka abstenu ose shpajtu me kurtin. Çka po du me thonë me këto është që roli i saj, ndikimi i saj nuk mundet me qenë edhe i madhe dhe po deshti. Megjithse, mu nuk po mdoket që ka as hapësirë, as atmosferë për me zgjedh, si shtanë edhe parafolësit, këtë situatë. Këtu i kemi dy ndarje. Kemi opozitën që mundet me bo qeverin me pak përpjekje, por s'po don, edhe e kemi kurtin i cili po don, por nuk i ka numrat. Për mu, që ka thata Olandi është më rëndësi që kishë qenë shumë e rëndësishme, mi kalu afati 15 ditor kurtit, pas gjedhjes së kryeparlamentarit, edhe me pa që ai nuk i ka numrat, edhe me tregu një vullnet opozita për mu bashku, bashk me 10 minoritetet jo serbe dhe Nenad Rashish, pra këtu gjithsej, me gjithë numrat që i ka opozita, formohet qeveria,
sepse nëse kemi folë që Kurti është rrezik për demokraci dhe është autoritar, atëherë nuk ka kurrë ma letë se sa mu bashku kundër autoritarizmit edhe me ruaj demokracinë. Nëse se kam pas qash për një me opozita po përkëshyrin që ma shumë mos mi taku taborit opozitar me njëra tjetrën, për mu është strategji e tyne, po është gabim në fat gjatë. Pse është gabim në fat gjatë? Sepse nuk është sot keq me bo koalicion me PDK-n, qysh ka qenë ndoshta në kohën kur ka bo LDK-ja. Edhe ju nënshtru hegemonist pushtetit, ose hegemonist Kurtit, që thot që PDK-ja e në të këqije, LDK-ja e në të mirë, është gabim politik, sepse Kurtit që ka dënë me bote LDK-ja është ata votus që i shesi potencial mi marë për LDK-s, mi marë duke i lavdu një farforme dhe duke i diferencu për PDK-s, sepse e shes që rjedhja ma madhe e elektoratit i ka ndodhë LDK-s në VV. E tash nëse LDK-ja i nështrohet këti shpjegimit Kurtit, kjo është me lujt si pas regullave të ti, se për mendimin tem nëse opozita ishin angazhu për 8 muaj, 10 muaj, deri sa kanë mundësi me qeverisë, nuk ka rëndësi sa. Me njerë këshin ta nëzojmë zhbë vendimin e zërejës. I këshin bo rritjen e pagave që kanë premtu. I këshin bo do ndryshimet të cilat nuk janë të zashme më bo me andru jetën qytetarit. Na pedim sot, kudo që shkoj, se cili artikull është ma shtrajt. Mos t'him në detaje që edhe mi mbajtja u shtrajtu. Pra, nuk vynë shumë në Kosovë, kur ta mërsh pushtetin, për mu diferencu pe qeverisës së tanjeshme, në ndërkohë që këta po thojnë, veç ta marrë deklaratën e Lumia Abdiqikut, qeverisi jonë 8 muaj, nuk është qeveri stabile, i marrë dhe të ndera, qështu ka thonë, i marrë dhe të ndera, nuk qeverisi mirë, bjen LDK-ja, nuk duesh mu njës për kësaj premisës, se nëse njësën për premisës së frikës, atër i bjen që edhe masit të shkojmë zgjedhje për sëri, na kemi me tregu para qytetarit një lloj frike që nas mundëm sa të është Albin Kurti 23%, na nuk guxojmë ja marrë pushtetin. LDK-ja po cilëson që elektorati e ka vendosur aty në pozicionin në vendin e tretë dhe hiç më larg se sot përsëriti që ne jemi në vendin e tretë, po luajmë rolin siç na ka përcaktuar elektorati. Atëherë mi mos nuk dush me lyp, mu bo kryeministër në koalicion me PDK-n, sepse elektorati PDK si ka dhonë ma shumë vota. Nëse është kështu, elektorati nuk o ka të ty me bo qeveri konsensuale, sepse nuk jena asë në pandemi, nuk jemi asë në gjandjet luftës, që na me bo qeveri konsensuale me një kryeministër i cili të sulmon mediat, një kryeministër i cili ka lujt me temën e veriut, një kryeministër që i ka kap bordët, një kryeministër që ta ka shtrajtu jetën së cënë sfert jetës, e tash po bëjka me shku në një qeveri konsensuale që to parimet që piqet e kom për parim, e kom se i thonë votusit, ishdash me qenë konsistente edhe të qëndrushme, e nuk ka kuptim me thonë, ma ka tregu votusit. Kontradiktorë, pra. Po, jo, se nëse votusit ka thonë